Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjykatën e posaçme të shkallës së parë kërkesën për gjykimin e procedimit penal në ngarkim të 33 të pandehurve, mes tyre vëllezërit Francë dhe Hajdar Çopja, Talo Çelën, Maklen Micin, Elio Bitrin, Pajtime Fetahun dhe Dashnor Dumanin, vëllain e Nuredin Dumanit, i penduar i drejtësisë tek dosja plumbi i art. Në njoftimin zyrtar, SPAK thot se në mbylljet e hetimeve ka dalë në përfundim se në bashkëpunim edhe me autoritetet e huaja është evidentuar dhe dokumentuar ekzistenca e një organizate kriminale e njohur si Çopja, e përfshirë ndër të tjera në vrasje me pagesë dhe tentativa për eliminimin e kundërshtarëve, korrupsion të funksionarëve të drejtësisë dhe policisë së shtetit dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Veprimtaria kriminale e vëllezërve Çopja daton rreth viteve 2006-2007. Ata fillimisht e kanë ushtruar aktivitetin kriminal në Itali, duke shpërndarë sasi të vogla të lëndës narkotike të llojit kokainë. Ndërsa me kalimin e viteve, vëllezërit Çopja u fuqizuan shumë nga shitja dhe trafikimi i drogës, duke zgjeruar aktivitetin edhe në vende të tjera të Europës, Holand, Belgjik, Mbretërinë e Bashkuar. SPAK thot se pas vitit 2018, vëllezërit Çopja janë shndërruar në një organizatë të mirëfillt kriminale, e cila në bashkëpunim dhe me grupe të tjera të krimit organizuar ndërkombëtar, zgjeroi veprimtarinë e saj kriminale në trafikimin e drogave të forta, kryesisht kokainës. Në vitin 2018 filloi edhe vrasje në kundërshtarëve përmes ekzekutimeve me pagesë, të cilët kishin një rol të rëndësishëm në trafikun e drogës në Europë dhe me gjerë. Në organizatën kriminale me drejtues Hajdar dhe Francë Çopjan, Mikael Qosja ishte organizatori vrasjeve, ndërsa krau i armatosi i organizatës, Talo Çela, Elio Bitri dhe Flobenc Meçja. Ndërsa anëtarët e tjerë të organizatës siguronin mjete logjistike si automjete, armë, municion, lëndë plase eksplozive, ose kanë luajtur rolin e vëzhguesve dhe informatorëve. Organizata kriminale Çopja përmes lidhjeve të saj arriti të korruptojë gjyqtar për të krijuar aksese me qëllim mbylljen e çështjeve në ngarkim të tyre ose rëndim të pozitës së kundërshtarëve. Sa i përket sekuestrimit të pasurive, numëron më shumë se 40 prona të paluajtshme, vila, apartamente, pasuri shërbimi dhe toka në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Janë sekuestruar gjithashtu llogari bankare në monedha të ndryshme në disa banka të nivelit të dytë.